që ta ndalosh fëmin nga martesa në rastin kur është dorë tjetër ose racë tjetër. Normalisht kjo është një pyetje që ne ja kemi dhënë përgjigjen dhe herë tjera dhe kemi thënë ne dhe e ka thënë këtë gjë përpara nesh Allahu në Kur'an dhe e ka thënë këtë gjë përpara nesh Muhamedi a.s. Se Zoti i Madh nuk i vlerëson njerëzit në saj të paraqitjes tyre, as të racës dhe as të ngjyrës që kanë. Ja ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O njerëz, ju kemi krijuar nga një njeri vetëm, Ademi a.s. E prej tij krijum bijt e tij e i bëm popull e fise që të dini si të prezantoheni me njëri tjetrin. Më i mirë te Zoti është ai që është më i devotshëm. Po të ishin gjithë i racë, gjithë i soi, si do të prezantoheshin njerëzit? Allahu i ka bërë gjithë njerëzit sa të ngjashëm dhe unik, sa të ngjashëm dhe të ndryshëm. Dhe kështu njerëzit prezantohen thjesht për të prezantuar, as për të lavdru, as për të mbajt, as për të mburr, as për të kurr. Që ndalimi i fëmijës nga martesa me pretekstin se ai që kërkon vajzën është dorë tjetër, racë tjetër, apo e kundërta, qoftë, si më thënë, nga krahu i djalit apo nga krahu i vajzës pengesa, sepse është pengesa nga dyja krahët hasit, çfarë nuk dëgjon. Normalisht kjo ka të bëjë me një ignorancë ekstreme. Muezini i pejgamberit a.s. ka qenë Bilal el-Habeshi, Bilali nga Abisinia. Dhe historinë e sahabiut nderuar Xhulejbibit e dim gjithë. Dhe historinë e Selman el-Farisiut e dim të gjithë. Dhe historinë e Suhejb Romiut ose Bizantinasit e dim të gjithë. Gjë që tregon që në fenë e Zotit nuk ka privilegj, nuk ka përparësi, as një lloj race nga një racë tjetër, as një lloj, le të themi, nacionaliteti apo kombësie. Më i miri te Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky është parametri që Zoti ka vendosur për njerëzit. Kjo është peshorja që Allahu ka vendosur për njerëzit. Në momentin që fillon dhe prindi sheh dorën, kush nuk e kupton fjalën dorë, nuk kupton ngjyrën, është ngjyrë tjetër. Kemi ekstremizmin në këtë pikë nga të dyja krahët. Kemi nga këta që janë më të bardhë edhe nuk pranojnë dorën e zezë, po kemi edhe këta që janë, le të themi, esmer apo dorë e zezë që nuk pranojnë gjallë në botë rastën e bardhë bëhet nomi. Të dyja rastet janë xahiliet, ignorancë. Nëse ju vjen dikush që pëlqeni fenë e tij dhe besimin e tij, edukatën dhe sjelljen e tij, mos e refuzoni. Kjo është peshorja profetike mbi njeriu. Pasha Zotin unë di për veten time, ndoshta më shumë si 100 sa raste unë personalisht di që janë martuar, siç thuhet, pra siç ka thonë dhe pyetësi, duar të ndryshme, raca të ndryshme, vallahi bilaj janë më të lumturit. Ja kalojnë si mos më mirë. Vallahi bilaj. Po ç'dalin ca fëmijë të bukur me sy jeshil e me sy blu, thotë sikur i kanë qelçurinë asyt, mashallah, i ka fal Zotit atij. Ku ka kombinim më të bukur. Kështu që Zoti na ruaj për ignorantëve. E të bësh përngesë për vajzën tate, e ti shuish ëndrrën e saj për një djalë të mirë, besimtar, pse është dorë tjetër, apo djalit për një vajzë e cila vetëm pse është dorë tjetër, ti thot prindi, fëmis, zgjidh o neve o atë, kjo quhet ignorancë.
Kjo quhet histori shqiptare që ndodh vetëm në Shqipëri apo në këtë zonë në Ballkanit, ku ignoranca është ignorancë ekstreme. Mosnjohja e Zotit, e fesë dhe besimit është në normativa të frikshme dhe dëgjojmë fatkeqësisht kështu muhabetesh. Muhabete apo dora, apo raca, apo nga veriu, apo nga jugu, apo a është Shqipnia mesme apo nuk është Shqipnia me kështu muhabetesh. Ndërkohë që s'janë këto parametra. Më i miri te Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky është parametri kuranor dhe ky është kufini që Zoti i ka vënë punës.